Durrësa dhe kemi në fokus iftarin në zemër të Prishtinës. E ndjekim së bashku, po kthehemi pas pak në studio. Për iftarin ton të radhës, morëm rrugën për në qendër të Prishtinës, atje ku çdo natë janë duke ushtruar iftaret. Përshëndetje për gjithë shikues dashur televizionit TV1, mirë se po takohemi bashkë edhe kësaj radhe. E sot ndodhemi këtu në lagjën e spitalit, saktësisht në xhamien Profesor Bedri Gamberi, e cila në 30 ditë të Ramazanit do shtrojë iftare për gjithë ata qytetarë të cilët vetë dëshirojnë me ardhmë. Mirë po për gjithë studentat që janë në kryeqytet edhe themi kështu që dëshirojnë me dalë dhe me hangër një iftar sikur në shtëpitë e tyre. Mirë po për të kuptuar se si shtrohet iftari, kush kontribon në shtrimin e këtij iftari dhe për sa persona kapacitet xhamia brenda një nate, do e kuptonin e materialin e vazhdim dhe në një bisedë të interesante me imamin e kësaj xhamie, Labinotin. Përgatitjet kishin filluar dhe bashkë me to edhe njerëzit që po mblidheshin në oborrin e xhamisë. Kandilat u ndezën e hoxha thirri ezanin. Në të dëgjuar, qytetarët hapen iftarin dhe bën faljen e namazit të akshamit. Çdo natë menyja e iftarit ndryshon nga menyja paraprake, pjata plot dhe sofra e mbushur me ushqim të shijshëm. Labinot Maliqi është hoxh në këtë xhami, i cili tash 8 vite radhazi organizon shtrimin e iftarit. Tani jemi në muajin më të veçantë, më të bekum, më të dallum, zotriu në gjithë muajve tjerë, muajin e Ramazan, cilin Zoti ka zgjedhur dhe ka dalluar nga muajt e tjerë, për shkak begative të shumta, në veçanti edhe për shkak se brenda këtij muaji të bekum është edhe nota më e veçantë e vitit, nota e Kadrit. Andaj edhe si tradit, xhamia jonë tani është viti 8 që po shtrojmë iftar dhe po organizojmë në xhamin tonë. Këto iftare jemi të lumtur që në xhamin tonë, në oborrin e xhamisë tonë është kjo sofër kaq e madhe dhe çdo vit shtrohet dhe marrin pjesë numër i madh e agjeruesve, ku në këtë sofrën tonë të iftarit janë të mirë pritur të gjitha agjeruesit, për mënyrë të veçantë studentët, familjet nevojtare, familjet skamnore, familjet që kanë jetim, dhe shohim se sofra është plot me njerëz, plot me ushqim, por edhe njëkohësisht jemi shumë mirënjohës edhe ndaj gjithë atyre që po vazhdojnë të kontribuojnë për shpenzimet dhe duke i mbuluar shpenzimet e iftarëve tona. Të gjithë qytetarët që kanë vullnet të kontribuojnë në shtrimin e iftarit, hoxha tregon mënyrën se si mund ta bëjnë këtë. Iftaret tona mund mbulohen lehtësisht nga donatorët, nga vullnetmirët në forma të ndryshme. Tek ne është shumë e rëndësishme që të vjen ushqimi dhe jo mjetet. Detyrimisht jo mjetet të vinë tek ne, por është shumë e rëndësishme që ushqimi vjen tek ne, prandaj donatorët, kontributvenësit, bamirësit mund ta bëjnë pagesat e tyre tek restoranet, tek kuzhinat, tek xheltorët të ndryshme, duke pas një koordinim me ne që ne vetëm t'ua sqarojmë dhe t'u tregojmë se sa njerëz mund të vinë parafërsisht në ditën që ata zgjedhin të shtrojnë iftarin në xhamin tonë. Prandaj edhe mënyra për të kontribuar është shumë e lehtë për gjithë ata që dëshirojnë, dhe shoh se me të vërtetë ne kemi një popull shumë të veçantë dhe shumë human. Ne nuk kemi dashur gjatë këtyre 8 viteve asnjëherë shpenzimet e iftarëve tona nuk janë mbuluar nga ndonjë shoqat e caktuar apo nga ndonjë shtet në mënyrë të veçantë, por gjithmonë dhe çdo herë nga qytetarët, bashkëqytetarët tanë, cilët jetojnë në Kosovë, cilët jetojnë në Mërgat, që shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj secilin prej tyre dhe luj Zotin që t'i shpërblej dhe t'u ashtoj të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo ditë me shumë interesimi i qytetarëve sa vjen e rritet. Iftarët tona dominojnë studentët. Tani kemi edhe një më të riun 8 vjeçar që është agjerues dhe po bën iftar në sofrën tonë të iftarit, në tendën që kemi shtruar. Duke qenë se
dominohen iftaret tona nga studentët, nga studentët agjerues, natyrisht se vrejhet mungesa atyre kur studentët shkojnë për shtëpitë e tyre gjatë vikendit. Prandaj nga hana deri në ditën e ajtë është një fluks shumë më i madh, deri në 200 persona brenda ditës, varion prej 150 e lartë, ndërsa prej e premte ashtu në dilja ka më pak për shkak se studentët nuk janë në Prishtinë, janë në qytetet e tyre ku ata ku jetojnë. Pra, por gjithmonë ka ushqim të mjaftueshëm në çdo ditë dhe gjatë tërë javës, gjatë tërë këtij muaji të bekum, deri në fund të Ramazanit ne do shtrojmë iftar me lejen e Zotit dhe për hatrin e Tij. Një pjatë e mbushur plot me ushqim të shijshëm që ndryshon nga nata në natë. Menyja e iftarit është e ndryshme në mënyrë që të mos bëhet monotone, edhe pse është shumë e shëndetshme, secilla prej tyne është shumë e shijshme, secilla prej tyne, natyrisht kemi prej gjellave ato që jemi të mësuar si popull t'i kemi, siç është pasuli, gullashi me pire, pasa kemi edhe prej mishnave menyja të ndryshme, prej më të mirave. Prandaj ushqimi është i shëndetshëm, është i begat dhe është shumë i mjaftueshëm për secilin që merr pjesë në sufrën tonë të iftarit. Çdo natë, iftarët bëhen një moment i veçantë ku tradita, shija dhe bashkimi i qytetarëve krijojnë një atmosferë të paharrueshme. Me vullnetin e përbashkët, iftarët vazhdojnë të shtrohen duke forcuar lidhjet mes njerëzve dhe duke u bërë pjesë